Gjesti e surprizon Olen me një veprim të papritur, një vezë në kokë dhe shumë të qeshura në shtëpinë e Big Brother. Gjithmonë ndodhin momente të papritura dhe plot humor, dhe këtë herë Gjesti vendos të bëjë një nga shakat e tij të radhës, duke e vënë në shënjestër Olen. Ai, i njohur për mënyrën e tij spontane dhe ngacmuese, duket se ka menduar një rreng të vogël për të testuar durimin e saj. Ndërsa Ola është ulur e qetë në divan duke biseduar me disa prej banorëve të tjerë, Gjesti afrohet tinëzisht nga pas, duke mbajtur një vezë në dorë. Ai e shikon me një buzëqeshje dinake dhe, pa e menduar 2 herë, ja thyen vezën mbi kokë, duke shkaktuar një reagim të menjëhershëm të saj. "O, Gjesti, je seriozisht?" Bërtet Ola e habitur dhe e nervozuar, ndërsa ndjen të verdhën e vezës që rrëshqet mbi flokët e saj. Banorët e tjerë shpërthejnë në të qeshura, disa duke duar trokitur dhe të tjerë duke filmuar momentin me kamerat e tyre imagjinare. "Gjesti, ti je i çmendur, nuk ke fare limite," thot Rozana, duke qeshur me lodh. Ndërkohë, Gjesti nuk shqetësohet as pak nga reagimi i Olës. Përkundrazi, ai qesh dhe afrohet edhe më shumë me një vezë tjetër në dorë, duke e tundur përpara fytyrës së saj. Ola, ta thyej edhe një tjetër që të bëjmë një mask flokësh me proteina? Duket se po të shkëlqejnë më shumë tani, thot ai me ironi. Ola, e acaruar por edhe duke qeshur njëkohësisht, ngrihet menjëherë nga divani dhe nis ta ndjek Gjestin për ta hakmarrë. Ajo rëmben një shishe ujë nga tavolina dhe e hedh drejt tij, por Gjesti ja del të shmanget në sekondën e fundit. "Do ta shohësh ti. Nuk mbaron me kaq." Bërtet ajo duke vrapuar pas tij, ndërsa Gjesti vazhdon të qesh dhe të bëj batuta. Situata kthehet në një skenë plot dinamizëm, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të bëjnë tifozllëk, disa për Olen dhe disa për Gjestin. "Ola, kap. Mos e lër t'ja hedh kaq lehtë," thërret Jozi, duke inkurajuar Olen të vazhdoj hakmarrjen. A do të ndalet këtu shakaja e Gjestit, apo Ola ka një surprizë edhe më të madhe për të? Një gjë është e sigurt, në shtëpinë e Big Brother, momentet argëtuese nuk mungojnë kurrë. Gjesti shpërthen ndaj Olës me ofendime të rënda, duke sjellë tension në shtëpi në një debat të ashpër mes Gjestit dhe Olës. Situata në shtëpinë e Big Brother del jashtë kontrollit. Pas disa shkëmbimeve të forta fjalësh, Gjesti humb durimin dhe e ofendon rënd Olen, duke i thënë se ajo është një vajzë e përdal, e poshtër dhe pa moral. Ai nuk ndalet me kaq, por vazhdon ta sulmoj, duke pretenduar se Jozi i ka futur duart, gjë që bën që Ola të acarohet edhe më shumë. "Mos fol për mua në atë mënyrë. Ti nuk ke asnjë të drejtë të përmendësh emrin tim në atë formë." Ja kthen ajo me nervozizëm. Tensioni rritet dhe banorët e tjerë fillojnë të ndërhyjnë për t'i ndarë, teksa Ola duket jashtëzakonisht e lënduar dhe e zemëruar nga fjalët e Gjestit. Rozana dhe Valbona i vinë në mbrojtje, duke e qortuar Gjestin për sjelljen e tij, ndërsa Jozi përpiqet të qetësojë situatën, por pa shumë sukses. Debati vazhdon për disa minuta, me Gjestin që vazhdon të ironizojë dhe të tallet, ndërsa Ola, tashmë me zë të dridhur nga zemërimi, i thotë: "Ti nuk je askush që të më gjykosh mua. Kujdes me fjalët se ke kaluar çdo limit." Situata duket se ka krijuar një ndarje të madhe mes banorëve, duke bërë që shumë prej tyre të marrin anë në këtë konflikt. A do të ketë pasoja për Gjestin pas kësaj sjelljeje? A do të përshkallëzohet më tej situata? Në shtëpinë e Big Brother asgjë nuk mbetet pa pasoja. Një debat i ashpër mes Olës dhe Gjestit, tensionet arrin kulmin në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe këtë herë, një debat i ashpër shpërthen mes Olës dhe Gjestit. Të dy kanë pasur përplasje të mëparshme, por kësaj here, situata duket se po del jashtë kontrollit. Gjesti, i njohur për mënyrën e tij provokuese dhe për tendencën për të ngacmuar banorët me batuta ironike, duket se ka arritur pikën ku Ola nuk duron më. Ajo e shikon me nervozizëm dhe, pa u përmbajtur, fillon ta kundërshtojë me tone të larta. "Ti nuk je asgjë tjetër veç se një budalla, një manjak dhe një njeri i poshtër." Shpërthen ajo, duke e shikuar drejtë në sy me një shprehje të mbushur me zhgënjim dhe mëllef. Gjesti qesh me ironi, si për të treguar se fjalët e saj nuk po e prekin, por kjo vetëm e acaron më shumë Olen. "Pse je kaq e revoltuar?
Mos vallë të ka mbetur qefi që nuk të vëmë në qendër të vëmendjes. Ja kthen ai me një ton sfidues, duke e provokuar edhe më tej. Ola tun kokën me nervozizëm dhe vijon. Jo, më ka mbetur qefi që një njeri si ti vazhdon të sillet kështu, duke i përdorur njerëzit për lojën tënde të ndyrë. Nuk ke as respekt dhe as ndërgjegje. Je thjesht një strateg që mendon vetëm për veten tënde. Banorët e tjerë fillojnë të shikojnë nga ata të dy, disa të habitur, disa duke buzëqeshur nga drama që po zhvillohet para tyre. Rozana dhe Jozi, që ndodhen pranë, fillojnë të komentojnë me zë të ulët, duke parashikuar se ky debat mund të përshkallëzohet edhe më shumë. Gjesti vazhdon të qëndrojë i qetë, por me një buzëqeshje ironike në fytyrë. Ai shikon rreth e rrotull dhe më pas i afrohet Olës, duke i thënë me një ton të ulët, por mjaft provokues: "Mos harro, Ola, kjo është një lojë. Dhe unë e luaj më mirë se ti, kështu që qetësohu pak, se nuk të shkon nervozizmi." Ola rrotullon sytë dhe përplas duart me nervozizëm. "Loj apo jo, ti je një njeri pa vlera. Dhe njerëzit jashtë po e shohin shumë mirë se kush je në të vërtetë." Me këto fjalë, ajo largohet me nervozizëm, duke lënë pas një gjesti që qesh i kënaqur, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë të komentojnë përplasjen e tyre të fortë. A do të ketë një përballje edhe më të ashpër mes tyre në të ardhmen? Apo ky debat ishte vetëm fillimi i një lufte të gjatë brenda shtëpisë së Big Brother? Debati mes Rozanës dhe Gertës përshkallëzohet me tone të larta dhe tension të madh. Të dyja janë të revoltuara dhe nuk kursejnë asnjë fjalë për njëra tjetrën. Situata bëhet gjithnjë e më e nxehtë, ndërsa të tjerët në shtëpi shikojnë të habitur se si përplasja mes tyre po del jashtë kontrollit. Rozana, e irrituar nga fjalët e Gertës, e shikon drejtë në sy dhe me një ton kërcënues i thotë: "Ik andej, mos më fol mua kështu, se të marr zvarr. Ti mendon se mund të më flasësh si të duash? As mos e provo, se s'jam unë ajo që duron budallallqet e tua." Zëri i saj kumbon në dhomë dhe fytyra i skuqet nga zemërimi. Ajo shtrëngon grushtat dhe duket se është gati të shpërthej edhe më shumë. Gerta, e cila nuk është mësuar të tërhiqet, i kthehet me një buzëqeshje ironike: "Hëmoj, çfarë do bësh? Ti vetëm fjalë ke, por unë s'kam frikë nga ty. Bën sikur je e fortë, por në fund të ditës je vetëm një aktore e keqe që s'di të luaj as lojën e vet." Debati vazhdon të nxehet, ndërsa banorët e tjerë afrohen për t'i ndarë, duke u përpjekur të qetësojnë situatën. Rozana, ende e inatosur, largohet me nerva, duke folur me vete, ndërsa Gerta tun kokën me përçmim, duke mos e fshehur as pak pa kënaqësinë e saj. Tensioni mes tyre sa vjen e shtohet dhe duket se ky konflikt nuk do të mbarojë këtu. Gerta dhe Rozana përfshihen në një debat të ashpër, ku tensioni mes tyre arrin kulmin. Prej kohësh, marrëdhënia mes tyre ka qenë e ftohtë, por këtë herë gjërat dalin jashtë kontrollit dhe debati kthehet në një përplasje të fortë verbale. E acaruar dhe me një ton të ashpër, Gerta i drejtohet Rozanës me fjalë të rënda, duke e sulmuar pa mëshirë: "Ti je njeriu më i poshtër dhe më i keq që kam njohur ndonjëherë. Je e shtirur, manipulatore dhe e pabes. Nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të futesh në punët e të tjerëve dhe të luash viktimën. Kujton se je më e zgjuara këtu, por në fakt je vetëm një intrigante që luan lojë të ndyrë." Por Gerta nuk ndalet me kaq. Me ironi dhe përçmim, ajo vazhdon: "Ti flet shumë, po ndoshta është më mirë ta mbash topin te goja e të mbyllësh gojën një herë e mirë. Boll e ndyve këtë shtëpi me lojrat e tua të pista." Rozana, e kapur në befasi nga fjalët e Gertës, nuk e lë me kaq. Me nervozizëm, ajo përgatitet për t'u kundërpërgjigjur, ndërsa banorët e tjerë shikojnë të tronditur përplasjen mes tyre. Situata rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Gjesti dhe Danja ndajnë të njëjtin krevat, një natë mes shakave dhe të qeshurave pas një dite të gjatë plot debate, lojra dhe situata të tensionuara në shtëpinë e Big Brother. Gjesti dhe Danja vendosin të ndajnë të njëjtin krevat për t'u çlodhur. Teksa shtrihen pranë njëri tjetrit, Danja duket paksa në siklet, duke qeshur me nervozizëm dhe duke lëvizur her pas here, ndërsa Gjesti, me stilin e tij të zakonshëm të qeshurave dhe shakave, e vëren menjëherë: "Mos u shqetëso fare, pa merak. Unë jam djalë serioz, nuk bëj asgjë."
I thot ai me një buzëqeshje të madhe në fytyrë, duke tentuar ta qetësoj Danjan, por njëkohësisht edhe duke e ngacmuar me batutat e tij. Danja fillon të qesh me zë, duke e shtyr lehtë Gjestin me dorë dhe duke I thënë: "Hëmo, lëri këto, se ty nuk të besohet asgjë. E di që je gjithmonë me hile." "Po të isha me hile, do të më kishe kuptuar me kohë", I përgjigjet Gjesti me ironi, duke e parë me një vështrim të thellë, ndërsa e gjithë situata shoqërohet me të qeshura dhe lojra fjalësh mes tyre. Teksa vazhdojnë bisedën e natës, ata shkëmbejnë mendime mbi lojën, mbi marrëdhëniet e tyre me banorët e tjerë dhe mbi gjithçka që ka ndodhur deri më tani në shtëpi. Danja e pyet Gjestin nëse ai është duke luajtur një lojë me ta apo nëse po bëhet serioz. Gjesti, me stilin e tij të zakonshëm, shmang një përgjigje të drejtpërdrejtë dhe thjesht I buzëqesh, duke lënë gjithçka të hapur për interpretime. "E po, le të shohim se çfarë do të ndodhë", thot ai, duke e mbyllur bisedën dhe duke u kthyer në anën tjetër për të fjetur, ndërsa Danja mbetet duke qeshur, por edhe duke menduar nëse duhet t'i besoj apo jo fjalëve të tij. A është ky një moment I pafajshëm mes tyre, apo Gjesti po përpiqet të krijojë një tjetër dinamik në lojë? Gjesti bën një reng të papritur ndaj Jozit dhe Olës, zgjohuni se u bë vonë. Gjesti, gjithmonë në kërkim të momenteve argëtuese dhe provokuese, vendos të bëjë një reng ndaj Jozit dhe Olës, të cilët po flinin rehat në krevatin e tyre. Me një buzëqeshje dinake në fytyrë, ai afrohet ngadalë, duke mbajtur në dorë një shishe me ujë të ftohtë. Me hapa të lehtë dhe duke u siguruar që të mos zgjojë askënd para kohe, ai arrin pranë shtratit të tyre dhe, pa u menduar 2 herë, e hedh ujin mbi ta. "Zgjohuni, se u bë vonë", thërret ai me të qeshura, duke parë se si Jozi dhe Ola kërcejnë nga vendi të habitur dhe të irrituar. Ola, e lagur nga kokat e këmbët, bërtet: "Gjesti, çfarë po bën? Je I çmendur apo çfarë?" Ndërsa përpiqet të fshijë sytë e përgjumur dhe të kuptoj se çfarë po ndodh. Jozi, po aq I nervozuar, kthehet nga Gjesti dhe I thot me një ton të ashpër: "Ti s'ke punë tjetër përveç se të bësh budallallqe? Do ta shohësh tani çfarë do të bëj." Duke kërcyer nga krevati dhe duke e ndjekur Gjestin, I cili tashmë po vrapon duke qeshur nëpër shtëpi. Banorët e tjerë dëgjojnë zhurmën dhe dalin për të parë çfarë po ndodh. Disa prej tyre fillojnë të qeshin me situatën, ndërsa të tjerë e kritikojnë Gjestin për rengun e tij të tepruar. A do të mbetet kjo një shaka e zakonshme apo Jozi dhe Ola do të hakmeren ndaj Gjestit për këtë reng të papritur? Ola dhe Jozi bisedojnë për Gjestin, apo përsëritet historia? Në një nga bisedat e tyre të hapura, Ola dhe Jozi ndajnë mendimet e tyre për Gjestin dhe mënyrën se si ai po sillet me Loredanën. Të ulur në obor, larg vëmendjes së banorëve të tjerë, ata diskutojnë për sjelljen e tij dhe për atë që pritet të ndodhë. "Po e sheh si po vepron përsëri?" pyet Ola duke tundur kokën. "Ky Gjesti nuk ka të ndalur. Mënyra si po sillet me Loredanën është njësoj si me Eglin. Fillimisht I afron, I bën të ndihen të rëndësishme, pastaj I përdor për lojën e tij dhe në fund I lë pas dore sikur të mos kishin ekzistuar kurrë." Jozi, I cili gjithmonë ka qenë skeptik për Gjestin, përplas buzët me një shprehje mosbesimi dhe shton: "E njëjta histori po përsëritet. Më kujtohet sa shumë Egli u përfshi emocionalisht me të dhe si përfundoi e sëmur nga gjithë kjo situatë. Tani, Gjestin po bën të njëjtën gjë me Loredanën. E mashtron me fjalë të ëmbla, e bën të besoj se është e veçantë dhe më pas, kur të mos I duhet më, do ta lër të vuaj siç bëri me Eglin." Ola merr frym thellë dhe thot me ton të shqetësuar: "Unë nuk e di se çfarë sheh Loredana tek ai. Ajo duhet ta kuptoj që ky djalë është thjesht një lojtar I madh dhe nuk ka asnjë ndjenjë të vërtetë. Ajo do të lëndohet në fund, siç u lëndua Egli. Por nuk besoj se do ta kuptoj derisa të jetë tepër vonë." Jozi tund kokën dhe pshertin, po Loredana është kokfort. "Edhe po I tham diçka, nuk na dëgjon. Ajo mendon se do të jetë ndryshe, por Gjesti nuk ndryshon për askënd. Ai vetëm luan dhe përdor njerëzit për avantazhin e tij." Të dy bien dakord se Loredana është në një situatë të rrezikshme dhe ndoshta nuk e kupton ende se çfarë po ndodh. A do ta shoh Loredana të vërtetën para se të jetë tepër vonë? Apo do të bjerë prej lojës së Gjestit, ashtu si Egli?
Ola tallet me gjestin dhe i hedh ironi, tension apo lojë mes tyre, në një moment të qetë mes banorëve, Ola dhe gjesti përfshihen në një bisedë që shpejt kthehet në një shkëmbim ironish dhe ngacmimesh. Ola, e njohur për humorin dhe mënyrën e saj të drejtë të folurit, e shikon gjestin me një buzëqeshje ironike dhe papritur i thot, po rritu edhe pak, se për mua je ende shumë i vogël. Nuk të marr seriozisht, shko merru me Eglin se me mua nuk ke shanse. Banorët përreth qeshin dhe disa fillojnë ta ngacmojnë gjestin, duke e shtyrë të reagojë. Gjesti, i cili nuk e lë veten pas në debat, buzëqesh me ironi dhe i përgjigjet, do me thënë pas kam nevojë të rritem për ty? Pse, moj Ola, ke frikë mos të pëlqej unë? Apo thjesht po mundohesh të më bësh xheloz? Ola qesh me ironi dhe tund kokën, xheloz? Me ty? Jo more jo, ti je akoma fëmijë për mua, nuk më mban dot. Ndaj shko më mirë te Egli, se ndoshta ajo të duron. Të gjithë banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa gjesti tund kokën me një shprehje të sikletshme në fytyrë. A ishte kjo thjesht një batutë e rastësishme, apo Ola po e vë gjestin në lojë me qëllim? Debati mes tyre vazhdon edhe më tej, me gjestin që përpiqet t'i kthejë batutat Oles, ndërkohë që banorët i shikojnë me kurreshtje. A do të përshkallëzohet ky debat në diçka më serioze, apo është thjesht një lojë mes tyre? Debat jashtër mes Gertës dhe Laertit, tensioni shpërthen në shtëpinë e Big Brother. Mbrëmja nis e qetë në shtëpinë e Big Brother, por papritur një debat i fortë shpërthen mes Gertës dhe Laertit, duke i lënë banorët të habitur nga intensiteti i përplasjes. Gerta, e nervozuar nga disa komente të Laertit, i ngre zërin dhe i thot prerazi, ti je një manipulues i pa skrupull. Nuk mund të durosh askënd që të kundërshton dhe vetëm luan me njerëzit këtu brenda. Laerti, i qetë në fillim, buzëqesh me ironi dhe i përgjigjet, po shiko kush flet. Ti je personi më i hidhur këtu, gjithë ditën duke kritikuar dhe ofenduar të tjerët. Mos kujto se je më e mira. Gerta nuk përmbahet më dhe, me një ton gjithnjë e më të lartë, i drejtohet, ti nuk ke as ndjenja, as ndërgjegje. Je thjesht një psikopat që sillet sikur i di të gjitha. Manipulon, ofendon dhe bën lojra të pista me njerëzit. Banorët mbeten të habitur nga fjalët e saj, ndërkohë që Laerti ngre vetullat me ironi dhe i afrohet duke thënë, psikopat? Po ti moj Gerta je një shpirtkeqe që vetëm për veten tënde mendon. Ti s'ke bër asgjë tjetër këtu përveç se ke futur përçarje mes njerëzve. Gerta, tashmë e acaruara në maksimum, tund kokën dhe i thot, të paktën unë nuk shtirem si ty. Ti je i rrezikshëm, sepse bën sikur je i sjellshëm, por në fakt je një mashtrues i madh. Situata bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Banorët përpiqen të ndërhyjnë, por Gerta nuk ndalet. Ti nuk ke fare karakter. E kupton që askush nuk të beson më. Ti mendon vetëm për lojën tënde dhe as që të intereson kush lëndohet rrugës. Laerti, tashmë i nervozuar, bërtet, dhe ti kujton se je më e mirë? Ti je një hipokrite që flet për moral, por në fakt je e pabes. Gjithë ky viktimizim yt është qesharak. Disa banorë përpiqen të shuajnë debatin, mjaft tani, po e teproni. Thot Rozana, duke tentuar të ndalojë përplasjen. Por Gerta dhe Laerti vazhdojnë të debatojnë, ndërkohë që tensioni në shtëpi arrin kulmin. Pyetja që mbetet është, a do e kalojnë këtë përplasje, apo ky debat do t'i kthejë ata në armiq të përhershëm? Laerti dhe Gerta përplasen ashpër në mes të shtëpisë, tensioni mes tyre arrin kulmin, ndërkohë që banorët ndodhen në sallon dhe po diskutojnë për nominimet dhe strategjitë e lojës, një debat i fortë shpërthen mes Laertit dhe Gertës. Situata nxehet brenda pak sekondash dhe të dy fillojnë të bërtasin njëri tjetrit. Ti nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të fusësh hundët në punët e të tjerëve. I thot Laerti me nervozizëm, duke e parë Gertën me inat. Gerta nuk qëndron e heshtur dhe ja kthen menjëherë, ti s'mund të më mësosh mua se si të flas apo si të veproj. Unë thjesht them të vërtetën, dhe ti nuk e duron dot. Laerti, tashmë i acaruar, afrohet edhe më shumë dhe e shikon me përbuzje, po cila e vërtet moj Gerta? Ti je thjesht një gazetare e mbaruar, që vetëm flet kod dhe shpik gjëra për të bërë zhurmë.
Banorët e tjerë ndalin bisedat e tyre dhe fillojnë të ndjekin me vëmendje debatin. Disa prej tyre përpiqen të qetësojnë situatën, por Gerta nuk ndalet. Unë gazetare e mbaruar? Hajde dëgjo çfarë thotë. Po ti je thjesht një njeri pa personalitet që s'ka asnjë vlerë për këtë lojë. Bërtet ajo, duke i bërë me dorë Laertit. Laerti qesh me ironi dhe vazhdon. E po normal që do e thuash këtë, sepse e di që nuk ke asgjë tjetër për të ofruar këtu. Flet gjithë ditën për të tjerët sepse ndryshe s'të përfill njeri. Situata sa vjen dhe acarohet më shumë, dhe disa prej banorëve fillojnë të ndërhyjnë. Hajde, mjaft tani se po e teproni. Thot Rozana, duke u përpjekur të shuajë debatin. Por Gerta dhe Laerti nuk ndalen. Unë të paktën nuk bëj lojra të ndyra dhe nuk manipuloj njerëzit si ti. I thot Gerta me zë të lartë. Laerti ja kthen menjëherë, ti nuk ke as strategji, as lojë, as gjë. Je thjesht një llafazane që mundohet të tërheqë vëmendje me debate boshe. Banorët shikojnë njëri tjetrin të habitur nga intensiteti i debatit dhe duket qartë se kjo përplasje nuk do mbarojë shpejt. Tensioni është në kulm dhe pyetja e madhe është, a do arrin të pajtohen Gerta dhe Laerti, apo ky debat do t'i kthejë ata në armiq të përhershëm brenda shtëpisë?